Shqipëria ka barazuar në shifrat 0-0 ndaj Serbisë në mbrëmjen e djeshme, një ndeshje e cila priti me interes të lartë nga shqiptarët, por pavarësisht se ishim shumë afër fitores, në fund nuk arritëm dot që të merrim 3 pikët. Në Serbi është bërë një skandal i madh me trajnerin Stojković. Mediat serbe janë duke e sulmuar rënd këtë trajner, pasi sipas tyre mbrojti dhe mburi shqiptarët, ndërsa sipas mediave serbe, mes egzagerimeve të tyre të mëdha, lojtarëve të Serbisë ju rrezikua jeta në Tiranë. Media Kurir ishte një prej atyre që hapi artikullin me fjalët: Stojković, çfarë je duke folur? Stojković e nisi në konferencë për shtyp udhëtimin e pazakon në Shqipëri, teksa hapi konferencën me fjalët shqipe, uroi festën e Bajramit dhe në fund e mbylli me fjalët në gjuhën shqipe. Faleminderit shumë. Ndërkohë pas ndeshjes dje, kur të gjithë mediat serbe filluan dhe thanë se lojtarët e tyre ju rrezikua jeta në Tiranë dhe gazetarët serbe pyetën trajnerin e tyre Stojković në lidhje me këtë temë, Stojković tha: atmosfera ishte fantastike, për gjërat e tjera priteshin, nuk kam dëgjuar apo parë asgjë, isha i fokusuar në ndeshje, kështu i kam thënë edhe lojtarëve, atmosfera ishte fantastike, i uroj dhe i komplimentoj tifozët e Shqipërisë për këtë, uroj që edhe ne të kemi një atmosferë të tillë si tifozët e Shqipërisë. Media Kurir vazhdon duke shkruar: lojtarët e Serbisë u pështyn, u derdhën ujë mbi ta, u qelluan dhe u goditën, ndeshja ndërpret disa herë, prandaj edhe arbitri italian Davide Massa i kërkoi kapitenit të Shqipërisë Berat Gjimshitit që të përpiqej të qetësonte tifozët. Gjatë gjithë ndeshjes dëgjoheshin mbrojtërimat për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, UÇK, dhe themeluesin e saj, Adem Jasharin, si dhe sharjet e neveritshme ndaj serbëve, grave dhe motrave të Serbisë. Dhe Stojković duart roket këta tifoz. Në të njëjtën linjë ishte edhe media tjetër, Informer, e cila shprehet e befasuar se si ka mundësi që trajneri i Serbisë të vlerësoj tifozët e Shqipërisë që kënduan për Kosovën, që kënduan për UÇK-n, që kënduan për Adem Jasharin dhe që sipas tyre kanë shartë të gjitha motrat e serbëve. Kështu pas këtij barazimi në Tiranë, që në Serbi nuk u prit as pak me një shije të mirë për te mendimit në Shqipëri se Serbisë intereson edhe barazimi në Tiranë, mediat serbe tani janë duke u marrë personalisht edhe me trajnerin Stojković për deklaratat e bëra për shqiptarët. UÇK